Dy fjalë për kë e keni shkruar. Me të në emocionet. Ta nisuni pari? Po. Unë faktikisht nuk kam zgjedhur vetëm një person, kam zgjedhur që mos ta ndaj familjen time, më mungojnë të gjithë. Dëgjohem? Nuk kam specifikuar. Okej, jemi të gjithë tani? Edhe një herë. What? Me thënë drejtën, unë u bën shumë vite që kam jetuar larg familjes. Rreth gjysma jetës time, me thënë, unë kam jetuar vetëm. Mbaj mend vetëm fëmijërinë që kemi qenë së bashku për festa. Më vonë kemi qenë larg njëri tjetrit, puna, ata jetonin jashtë. Herë veja dot, herë zveja. Duke futur pastaj në punë, kisha shumë. A mund të afrojeni pak? Se ka dhe emocion, no? Është mësë normale. Filmë pak se është të gësavë. Që ta dëgjoj me ne, pa si të duash. Po mund të afrohesh, të bësh pjesë më afër. Ta ndjesh dhe emocion. Vinci të më dhe. Gjithë ka dhe emocion. Po, 2 metra larg, kemi ngrihen që këzere. A mund të më lësh ta përfundoj këtë të lutem? Ta përfundoj këtë. Jam duke treguar. Si e thash, vetëm fëmijë mbaj mend që kemi festuar, që bëheshim gjithë bashkë në shtëpi. Më larg u ndam pak shpejt nga njëri tjetri. Ata nisën të jetonin në Itali, unë mora vendimin që të shkollohesha në Vlorë, të ikja nga Llakatundi. Pastaj motra u martua, unë kam vetëm një motër. Është me fëmijë, sot jam bërdaj, me 3 mbesa dhe një nip. Faleminderit. S'mbaj mend me thënë shumë nga të qenurit bashkë njëri tjetrit, po mbaj pak. Më vonë pastaj herë kam shkuar, herë s'kam shkuar. Zakonisht kam dashur gjithmonë që festën e 31-shit mos ta merrja si punë, po të shkoj afër familjes. Pastaj mendova që duhet bëj sakrificë, megjithëse këtë vit e kisha të ndarë që do isha larg, po mendoja që do isha në Kanada, nuk do isha këtu. Megjithatë, ishte shkruar që këtë vit kishim kaq afër dhe kaq larg njëri tjetrit. Afër se unë jam afër atyre, ata po më ndjekin, e di, po unë nuk i shoh dot. Ju dua shumë. Bravo. Vazhdojmë? S'ke shkuar të shka? S'ke shkuar të shka, po do t'a lexoj unë. Jo, kjo ishte. Shpjegimi që bëre, okej. Vazhdojmë me themun Merkuli, kok, me që jemi shumë. Ec, Lali. Unë letrën e kom shdi, mërana, ndorot. Po, pe lexoj. Pe rikujtoj. Shumë shkurt e kom shkrujt. Ja kom shkrujt nonës. Qëto 2 vitet e fundit më ka përkrone ekstrem shumë. U konë krejt tjetër sen që akum doshtë me bo me jetë, i kum i muzikës, me një zhonë dërkej ndryshë që ashtu bo për momentin a, më ka përkro gjithë në gjithë moment. Kur zi që shka mja këthy, a mu e mja këthy në erë, po e du shumë edhe shpesoj që na i ditë ka mja këthy një jetën myrë, që shumë ka përkro qëto 2 vitet e fundit edhe gjithë të njëtën. Shumë shkurt e kom shru, du shumë në onë molli nga Big Brother. Jemi adash. Pa tjetër, unë këto Krishtlindjen në fakt fillimisht ja uroj gjithë shoqërisë time, që më kam shtet maksimalisht të vite, dhe i përshëndes shumë fort. Së dyti, përshëndes prindrit që nuk e di që unë futa Big Brother, dhe atë 3 ditë para ikën në Amerikë. Dhe ua ka bërë motra surprizë. Përshëndes dhe motrën që ka 2 fëmijë në Amerikë bashkë me burrin. Ata të shojmë nga ekrani. Në shohin nga atje, dhe i përshëndesim. Dhe vjojmë me vllajin, që e kam 1 kat më lartë, me 2 djemtë vetë edhe nosën. I urojmë jetë sa më të mirë, të bukur, lumtur.
Dhe së fundmi familjen time, nusën dhe dritën e syve të mi, Aurën. Jepi stin. Vazhdo në Lore. Kam shkruar aty tonë. Okej. Unë këto Krishtlindje kam vetëm një dëshirë. Dua shumë që Let's go, Lore. dua shumë prindërve të mi t'i blej një jetë re. Edhe t'u jap mbrap çdo gjë që më kanë dhënë mua. Do t'i arrish. Kjo është urimi më i bukur që ke bërë. Atëherë. Këtë kartolinë ja dedikoj mamit. Për ty që mban erë më të mirë se biskotat e Krishtlindjeve, e që e bën çdo ditë një arsye për të festuar. Ty që asnjë festë në botë nuk ta konkuron magjin, e që vetëm një but me një buzëqeshje ngrodhe shpirtin më të trazuar. Gëzuar Krishtlindjet ma, të dua më shumë se gjithë bota. Hajde Brike. Atëherë, unë më përgjishta me i falenderu krejt shqikusi që në të na këqyrë edhe mja uru Krishtlindjet gjithve edhe mja uru bereqet, lumëturi edhe shëndet, do me thonë, për këto Krishtlindje. Unë këtë durat ja kam bo motrës time, cilën kemi 17 vjetë diferencë edhe kemi lindë të njëjtën ditë. Do me thonë, është një person që unë jam shumë e lidhur, e kam rritun edhe është për mu si kur me kanë vajza ime vogël. Edhe i kam shkrujt. Magjia e festave jeti për mua, Ana. Larg me trup, po afër me zemër. Shëndeti dhe lumturia jote është durata më e mirë që do dëshiroja për çdo Krishtlindje. Ti amo tanto, auguri. Përshëndet me krejt Anën. Ciao, Ana. Ciao. Faleminderit shumë. Buona tarde. A më vazhdo të përshëndet Vazhdosh? Vazhdo. Sena. Kam shumë gjana me thonë, po du me përmlell shkurt, sepse tanë kena detyrim ka sheh prindve, po me si në qo se ka i njëri që i ka detyrim dhe vështirë me u la jamune. I kam mërzit pa fund. Prind, nanën e fëmijëve, familjarët e mi, nështë edhe shokët e mi, por duhet t'i them që faleminderit tanëve që më kanë mbështet. Zorin Trujë. Edhe ajo gjë që du është që t'jem me njës edhe mos e harroj kur, nuk më interesan, kam pas situata të vështira, po fal tyne shoshnis. Ashtë edhe një njëri që s'du me përmend emrin, po na thojmë që ka për shembull jo s'ka njerëz mirë në këtë botë, jo e mba gjithë tanë njerëz të vështirë njëna tjetra, po unë do lëvizi vendin për atë njeri, një që i uroj familjarëve të mi uroj edhe ati. Se më kanë mbështet në momentin kur s'më ka mbështet kërkush. Ka njërë Dimensioni njerëzor, pas e lloj interesit, shumë shok, shumë miq. Shpresoj që edhe i uroj tonë familjeve shqiptarëve kudo ku nullen që ato vështërsi, ato problematika, që ndoshta ka shumë si une me ato problematika t'i lajnë mrapa, shpresoj që të fillojnë një vetimar e të harrohen çdo vështërsi edhe të gjejnë tonë rrugën e duhur të harmonisë edhe të jetë familjare me dinjitet. Edhe fëmijëve të mi, edhe nëns fëmijëve, dhe më thoni, jam shumë mirë njohës, i them, jam me fat që i kam lanë, dhe më thonë atë nënë, sepse është me dhamën kreneri për mu, dhe i uraj vetëm mira, jam shumë vazhdi. Ja kam nënës, ja kam uru një kartolin i fije në version funny, i kam thonë, nëna jam e shtret, uroj këtë vit tjesh gjyshja ma influencere e dashtën dhe ma klikumja prej kretave. Suksese në karrierën e re, të dua shumë, shikim kanë shumë.
E meritem sepse më ka rrit në mund, po. Prim të ruj e drejt që i ruj. Angelo. Duke qenë se Shkartalin ka vendosur që ta mbaj shkurt. Mami, babi, Dario, gëzuar vitin e ri i fundit pa mua. Ina. Është pseudonimi që më thonë, edhe është viti i radhët që e bëj pa ta, jo për arsye pune, jo për arsye emigrimi, për mente kokës, kështu që ja kam bërë që. Këtë dhe çdo gjë tjetër. Okej, mua po më rre zemra shumë, tani. Si gjendë, Po, ky vit në fakt, ndryshe nga 3 vitet më përpara, që për 3 vite rresht kemi pasur një mungesë shumë të madhe. Babajin tim. Hajde, s'është krenar për Ky vit ka qenë ndryshe nga ne, ka qenë festë dhe vërtet një rilindje për familjen tonë. Pra, pas 3 vitesh ne kemi rifilluar të qeshim, edhe në rikthehet lumturia falë. Falë një dhurate që për ne është dhurata më e bukur që ekziston edhe që mua më ka dhënë statusin më të bukur të qenit teze. Kështu që i gjithë ky vit, edhe kjo kartolini dedikohet Belizit, mbesës time të vogël 8 muajshe. Përshëndesim Belizit! Dhe kam shkuar një gjë të vogël të shkurtër. Këtë vit festat më gjetën me statusin më të bukur, që madhe ti, statusin e tezes. Je dhurata më e bukur që mund të kishim për këtë vit e për çdo vit tjetër që do të vi. Gëzuar festat e tua të para, Beliz, e shtrenjta jonë. Do, vazhdo. Tani, që i urojmë gjithë gëzuar Krishtlindjet, kjo dijet, familjes madhe që kam këtu në Tiranë, po edhe familjes vogël që kam në Gjermani. Kartolinën e kam për gocën, për vajzën time që quhet Artisja. Të përshëndesim. Artisja, gëzuar. Të duan të gjithë, se ma kanë thënë, është sigurt, është sigurt. Mua nga njerë, po më sallë. Gëzuar Krishtlindjen Artisja, të dua shumë, je shpirti babit, je do, ti e di se sa unë vdes për ty, po vdes. Edhe frojë vahinachten. Që ta më të? Gëzuar Krishtlindjen. Të dua shumë, e diti. Kujdes, me kujdes. Tani që të mos vijmë në përsëritje, sigurisht që Krishtlindje të bardha për të gjithë shqiptarët edhe të gjejnë gjithmonë me zemrat plot. Kjo është era e parë që unë jam larg familjes në 30 vite, po era e parë që jam dhe larg motrës time. 30 vite se shim ndarë ndonjëherë së bashku, po përpara 2 javësh jam bërteze. Me një baby të vogël Omar, quhet. Edhe i kam shkruar, faleminderit shumë, dhe i kam shkruar diçka të vogël, se janë festat e para, gëzuar baby Omar, festat e para janë për ty, Zoti ndryshoft rrugën tënde, e bëft të bardhë si bora, mos e humb kur fëmijën brenda teje. Gëzuar të gjitha. Super. Atëherë, unë kam shkruar një kartolin për Ergolën dhe për Elien, 2 gocat e shoqes time më të ngushtë në New York, Barbana Dinit, cilën të gjithë e njihni, artiste e merituar. Ju uroj Merry Christmas, gëzuar Krishtlindjet Ergola dhe Elia. Domethënë janë 2 bebet e vogla, cilat ishin pranë meje dhe kur u mor vendimi për të ardhur në Big Brother, qelluan që ato ishin përreth meje dhe po qanin. Kështu që Merry Christmas, ju dua shumë, ju put nga larg. Por gjithashtu unë kam shkruar edhe diçka tjetër, që kjo do t'i dedikohet
me qenë se Krishtlindjet ja urojmë gjithë shqiptarëve dhe Krishtlindjet janë shumë të bardha dhe neve japim atë çfarë kemi në shpirt. Kjo është për të gjithë fëmijët të cilët kanë një ose dy mungesa, për të gjithë fëmijët jetim të cilët mungon një prind ose të dy prindrit. Juve nuk jeni vetëm, neve jemi gjithmonë me zemër me ju. Uroj Krishtlindje sa më të bardha për ju. Ju duam shumë nga Big Brother VIP Albania. Nga! Hajde, hajde. Hajde, shpirë dhe. Sa një mërzin gjitha. Gjitha afërt. Hajde, jepi forca, forca. Hajde, puni fort. Jepi. Jepi lige. Hajde, shpirti vllajt. Jepi. Dum fort ne. Hajde. Ku i ke atë? Po nuk kanë astia dy lafet të them la. Se unë e kam bërë në e parë që nërgojmë nga shtëpia për vit të ri. Me motrën e kam bërë 51 vite, që motra si jam ndarë asnjëherë. Dhe kam të smurë, po ta që përshëndes gruan time se ajo, po mos ishte ata, o as do ishte në këtë botë. Gejnë ta ka emri, edhe... Përshëndesim. 2006 ishte lambarë nga vaftë, kemi shëndenë, po... Nuk di qatë të më ti. A, se shë gjëmi të shka, Hajde, se kemë shumë ishta shiore. Do të gjë tjetër, ha? Po jo, Flasësh. Hajde, e o bire, po nuk sam... Edhe... Zuar familja Brenozi, zuar. Selina e Renesi. Ja, o bire... Zuar. Me rokë shë bire, Nesin familjen e Ilijës. me rokë shë bire. Ja, shkoj si në sajnë. Zofja? Okej. Fale se unë bam. Fajnë. Në fakt, u emocionova shumë që për e bëja si dhurat. Më bërë se jam 23 vjeç, kam një motor dhe një vlla. Faleminderit. Për të cilës në disa periudha të jetës, më është dashur të jem mami. Edhe të kartolinën e kam shkruar për motrën time, që është shumë e vogël thonë, është 15 vjeç. Është vajza ime. Se dia do e më gjithë të lexoj. A është i kuptueshme ta lexoj? Po, jo, ja, do ta lexoj. Unë nuk jam njëri që i shpreh shumë ndjenjat e mia dhe nuk jam shumë e ëmbël dhe e dashur, kështu që Agnesa është era parë që i dëgjon këto të bukura. I love you. Agnesa e jeta ime. E përshëndesim Agnesa. Edhe ndoshta më aq sa di unë për rolin e prindërimit, jam munduar gjithmonë që Agnesis t'jap drejtimin e duhur gjatë rritjes së saj dhe jam munduar gjithmonë ta edukoj dhe ta mësoj në rrugën e drejtë. E vogla ime, si fillim brenda pakos, ki një filxhan, merre dhe mbushe me Coca-Cola dhe shijoj këtë letër. Para 15 vite zbulova që ëndrat bën realitet, sepse në atë kohë shumë më nderoja të kisha një motor dhe erdhe ti në jetën time. Ndaj brenda pakos ke edhe një kuti bosh, që ti njësoj si unë duhet ta mbushësh plot ëndra e të punosh fort dhe realizosh një nga një. Dhurata tjetër është një çantë, e thjesht në dukje, por jo nga kuptimi, ajo çantë simbolizon jetën tënde. Ndaj syno të mbushësh plot vlera dhe dije, dy bashkëpunëtarët kryesor për çdo njeri në këtë jetë. Mbusha atë çantë me mirënjohje dhe përdore këtë të fundit për të vlerësuar bekimet e jetës tënde që nuk blien me para. Bëu versioni yt më i mirë dhe më kreno.
Sot e mod dhe jenë përgjithmonë krateje, brenda pakos merr çfarë do takon, rimbushe dhe më pas dhuroje te një person që vërtet ka nevojë. Të dua. Të dua. Dhe përshëndes çdo familje që këto festa i kalojnë me ngushtica ekonomike dhe me pamundësi për të shijuar plotësisht. Edhe ne kemi qenë si ju, edhe për ju ka shpresë, edhe ju do bëni shumë më mirë, jeta është shumë e bukur, vetëm keni besim në Zot. Ju përshëndes. Stine, vetëm ti ke. O, falni, përshëndes dhe vllajin tim. Joni të dua. Du ta bësh edhe ti. Please, thank you, baby. Do të di shkurt, mos thuajmë përsëri. Do të përshëndes familjen time që është në Gjermani, se kam vite që jetoj pa ta. Ata janë larg, e morëm vesh ditën e fundit që do futem dhe në radhë parë do t'i uroj mamit tim botën dhe ishin se ditën që janë futur pse ditëlindjen. Mama, love you so much. Kartolinën e kam bërë për gocën time Estja, që është 9 vjeç. Edhe ajo e di shumë mirë që fjalët e tepër janë fukara dhe ajo e di shumë mirë çfarë babai jam unë. Gjithashtu përshëndes dhe Gracielën, bashkëshorten time. Edhe uroj gjithë shqiptarëve gëzuar Krishtlindjet, vitin e ri edhe u siguroj që vitin tjetër do jemi bashkë. Sjapim shumë. Gëzuar zhvillim. Edhe sa themi një gëzuar me Coca-Cola. Kështu që të gjithë me Coca-Cola në dorë. Po e bëm në fillim ata apo? Jo, isha. Mendova ta bënim një foto kështu, mos e kapin foto se okay. Se jemi me dhurata tani prandaj. Gëzuar me cola. Gëzuar me cola. Gëzuar me cola. Gëzuar me Coca-Cola. Gëzuar zemra. Magjia e festave je Ti. Vernosa, den cola. Po kthej nga ana. Të shkuna të kamera. Alina? Hajde gëzuar Ilir. Ola për këtë. Gëzuar i lirë, për ty dhe për familjen tane. Gëzuar Ilir.